Edhe njëherë, përshëndetje të gjithëve, shpresoj që jeni këtë mirë. Mirë se veni në këtë seancë speciale. Shumica e komunitetit gjerman e nje këtë lloj seance dhe jam shumë i lumtur që muj me nda tash këtë seancë me juve, këtë dioni me juve. Dhe do të fillojmë së shpejti, se dia e din shumica e grupit tjerëve që jeni, që është seanca sonte. Nëse nuk e din, shpëndoni edhe njerë sa ma shpejt, në të mbledhen sa ma shpejt njerëz në Zoom. Ky Zoom ka vend për ma shumë se 100 vetë, për atë arsye mos hezitoni. Thëni njerëz, okay? Do filloj me shpërndarjen e ekranit tem, vetëm pak. Leo ti le krejt që janë të prit në listë ishte mëna, perfekt. T'ja nisi me shpërndo. Qati është mirë, qati është gjallë, super. Sonte fillojmë me një temë shumë të veçantë. Okay? Mirë se vini edhe njerë në këtë kurs që mundet me ta ndryshu mënyrën si e sheh botën, ndoshta edhe krejt jetën tonë. Në këtë seancë futemi thellë në tema që zakonisht nuk fliten shumë. Ato janë do temat ndoshta të fshehura, pas asaj që na duket normale, okay, në përditshmëri. Por në këtë kurs ti kemi fillu me i pa gjërat me sy krejt ndryshe. Ti je këtu sepse e ndjen që ka diçka që nuk përputhet në sistemin tonë. Edhe pse je të kërku përgjigje që askush tjetër s'mund t'jep. Në këtë kurs flasim për Matrixin. Jo si na për filma, po si një mënyrë për me kuptu jetën ma thellë. Është një filozofi, një mënyrë për me kuptu sistemin ku jetojmë, edhe për me fitu kontrolën për jetën tonë. Nuk ka të bëj veç me Escape the Matrix, si term, po me çka do me thonë ajo në të vërtet, edhe si me përdor këtë njëri që me muqun kam dhe me shliru vetën prej sistemit. Ky kurs që ndahet në 2 pjesë, okay? E dini që kjo është ndahet në 2 pjesë, dhe me thonë pjesa e parë mbahet sonte, kurse pjesa e dytë mbahet në dilën jo e ardhshme, po mas 2 javë. Okay? Ky kurs që ndahet në 2 pjesë nuk është për krejt njerëzit. Është për ata që kanë guxim me përballu të vërtetën, me dalë prej zonës së racisë dhe me nis me vënë dëshim gjithçka që kanë mendu deri sot. Nëse e ndjen që je gati me dalë prej Matrixit, ke ardhur në vendin e duhur. Këto gjëra që i dëgjon këtu, si gjen askund, janë të veçanta, janë për ty. Përgatitu për një rrugtim që ka me të sfidu, ka me të zgju, edhe ndoshta ka me të hap syt për me pa botën si që është më të vërtet. Edhe njëherë mi se vjen në kursin zhvendosja me e madhe e pasuris, hapi ët i parë drejt liris nis dë me thonë sonte këtu. Kur bëhet fjalë për zhvendosje, nuk bëhet fjalë vetëm për më mësu informacione të reja, por mi hap syt ndaj strukturave dhe mekanizmave të fshehur që e kontrollojnë botën tonë. Okay? Me që edhe njerë qatin të shoh, për me ditë se paka shumë a jeni gjallë në qetë, si po duket mirë, okay? Për mi hap syt, mi kuptu atë strukturave dhe mekanizmave të fshehura që janë, që e kontrollojnë botën tonë. Në këtë mësim, do të flasim për një nga aspektet më të themelor të jetës tonë, paranë. Por jo vetëm si mjet këmbimi, por edhe si strukturat e fuqisë që qëndrojnë pas asaj, pas paras. Do me thonë paraqitet pyetja, kush e kontrollon me të vërtet paran? Edhe si ndikon kjo kontroll në jetën tonë e përditshme? Sot dua ta shfrytëzoj
me të vërtet rastin, këtë moment, për me fol për do tema që ndoshta përpara nuk janë kanë aktuale, por tash janë hala më shumë aktuale dhe më e rëndësishme në këto vitet që vijnë tashti. Jemi në prag të ndryshimit më të madh të pasurisë në historinë e njerëzimit. Një ndryshim që do të vendos qartë se kush do të jetë fitues e kush do mbetet mbrapa. Po për me kuptu këtë fjalë transfer, zhvendosje, ndryshim, këtë ndryshim në pasuri, do të me kthy kokën mbrapa, me pyet veten nga vjen paraja, kush e krijon dhe kush e komandon, dhe pse kjo na prek të gjithëve në nivel shumë të thellë. Ky informacion s'ka më të ndihmu veç me kuptu çka po ndodh sot, por edhe si me u mbrojt nga rreziqet që po vinë në vitet e ardhshëm. Madje si me përfitu prej tyre. Imagjino veten kur del në supermarket. E kupton që paraja jute po vlen gjithnjë më pak. Senet po shtrejtohen më shumë. Këto janë vetëm simptomat e dukshme të një problemi shumë të thellë, shumë të lartë, shumë të madh. Së shpejti kemi me përjetu ndryshimin më të madh financiar që ka ndodhur ndonjëherë në botën tonë, në jetën tonë. Dhe ndoshta nuk ka pasur kohë më të rëndësishme se kjo që po jetojnë ata ne. Ka një shprehje të fortë nga Winston Churchill. Sa më shumë që e shikon të kaluarën, aq më mirë e shet të ardhmen. Kjo është çelësi për me kuptu çka po ndodh sot. Nëse dua me kthy krizën në mundësi, atëherë do të me kuptu historinë e paras dhe të fuqisë që rri pas asaj. Okej? Kur flas për një zhvendosje, e kam fjalën për këtë. Cash flow kvadrant. Në kohë të krizave, pasuria nuk zhduket. Ajo thjesht kalon prej një grupi të një tjetra. Në këtë kohë zakonisht janë punëtorët dhe vetë punësuarit, ata që janë në anën e majtë të kvadratit të cash flow, që pesojnë mas shumëti, ata janë të parët që kanë me humbë në krizë. Thuj çka dush, por çdo problem në botë lidhet me paran. Kur ta kupton këtë fakt, e shet qartë pse kaq e rëndësishme është me fol për këto tema haptas, për këto tema që zakonisht shumica e shohim si tabu, mos mi përmen. Për mu personalisht, kur e kuptova që vuajtja e shumë njerëzve është ajo që i jep mundësi disa tjerëve me u pasuru. Ai moment ishte një moment kthese, një moment shok, okay? Me pase sa pak njerëz kontrollojnë kaq shumë dhe si kjo fuqi e mashtron gjithë botën e tmerrshme. Dhe ma vonë kemi me hi ma thellësisht për me kuptu apet pikën e cash flow kvadrant. Prandaj, sot e bën këtë pyetje, e paraqes këtë pyetje, kush ka interes që bota t'jetë kështu, siç është, ku pak njerëz kanë gjithçka e shumica s'kan asgjë. A e ke paraqit pyetjen e herë? Kvaliteti i pyetjeve tua e ndikon kvalitetin e jetës tone. Dhe unë këtë pyetje e kam pas kur i kam pas 16 vjet. Sot i kam 32 vjet. Ndoshta nuk e kom prezantu veten hiç për ata që s'm njohin. Jam Valdrim Mosli, vi nga Kosova, 32 vjet, jam edukator në fushën Forex, në fushën financa, investime dhe zhvillim personal, për që ka të bëj me zhvillimin e mendësisë. Dhe unë këtë pyetjen e kom paraqit para 16 vit. Po, 16 vite. Okay? Fix 16 vjet i kom pas. Pse kaq shumë kanë kaq pak, kurse pakica ka kaq shumë?
Edhe për me kuptu këtë pyetje, kemi me ndjek një rregull shumë të thjeshtë, po shumë të fuqishëm. Nëse një histori nuk ka kuptim, edhe moje men, nëse një histori nuk ka kuptim, ndiqe paraon. Okej? Tashti kemi me shku në rrugtim, me ndiq paraon. Follow the money. Atëherë, origjina e parave, se më të pyet dikush, pe kajt vjen paraja, ti nuk di me kallëzu. Se nuk të kam mësu kërkush. Amo, me ndjek paraon, ti po di me ndjek. Origjina e paras është e lidhur thellë në historinë tonë dhe na çon pas deri në shekullin e 17, ndoshta edhe më herët. Në atë ku ari ishte mjeti kryesor i tregtisë. Por ari kishte një problem shumë të madh. I ran dhe i vështirë për mu bartur. Për mes gjithë këtë problem, janë kanë një lloj njerëzve që kanë pas privilegjin, okay, janë kanë privilegjuar për me mbajt arin, okay, u thëshin agjendar. Ata e ruanin arin në dhomat sigurta ose në kasaforta, okay, dhe japshin një flet dëshmi, okay, një fatur që tregon që sa arin e kishe dorëzuar. Kjo letër përfaqëson të vlerën e arit dhe ishte forma e parë e paras në letër atëherë. Por këtu ja ka nis domethënë një pjesë shumë interesante e historisë, sepse këta njerëz, shumë zgjut, kanë thonë, me kalimin e kohës e kuptuam sistemin. Shumica e njerëzve nuk e kërkojnë arin e tyre mbrapsht në të njëjtën kohë. Dhe argjendarët, këta njerëz të privilegjuar, nuk i quaj me një emën ose çfarë race janë, më shumica e din çfarë race janë, që ata njerëz të privilegjuar kanë fillu me lëshu ma shumë fleta, ma shumë fatura, se sa kishtin ari real në kasafortën e tyre. Në ato letra shtesë, pra fitojshin interes, okay, e shtojshin interes mbi qatusht fleta, mbi ari që realisht nuk ekzistojke. Kështu lindi aja që quhet deri sot, mundi me lyp në Google, mundi me vetë ChatGPT-n, këtu nuk janë teori konspirues, këtu janë fakte që pendoj me juve tashti, po që shumica nuk i shpreh. Kjo lindi në atë kohë dhe deri tasht quhet fractional reserve system. Sistemi që lejon me dhon ma shumë, me na i dhon neve ma shumë para, ose me lyp ma shumë borç se sa që ka realisht. Ky sistem që nisi nga pak, u rafinua me kohën dhe është themeli e sistemit financiar deri tash, financiar modern. Bankat sot japin shumë fish, ma shumë para se rezervat që kanë. Dhe përmes këtij sistemi, ata që janë pas bankave, elitat, fitojnë miliarda nga para që nuk ekziston fizikisht. Çka do me thonë kjo për neve? Do me thonë që paraja që ne përdorim sot është bazuar mbi borxhe. Dhe nëse të pyet dikush çka është paraja, ti mos thuj lloj këmbimi, po përgjigja ma e zgjuar, ma e saktë është paraja është borxh. Paraja krijohet mbi borxheve. Dhe ky borxh rritet vazhdimisht përmes interesave, duke përqendruar fuqinë në durët e pak njerëzve. Kjo pakic, një elit shumë e vogël, jo vetëm që kontrollon paraon, por ka ndikim edhe në gjithçka tjetër në jetën tonë, në energjinë tonë, në ushqimin tonë, në shëndetësinë tonë, në arsimin tonë. Tash ti bën llogarinë. Ashtu, si që tha Henry Kissinger, nuk janë fjalët e mia. Henry Kissinger
shqyqtar edhe, të me thonë, ka dhonë sugjerime në Amerikë, për ekonominë në Amerikë, qeverisë amerikane, Henry Kissinger në vitin 1973 ka thonë kush kontrollon ushqimin, kontrollon njerëzit, kush kontrollon energjinë, kontrollon kontinentin, kush kontrollon paron, kontrollon gjithë botën. Dhe kjo nuk është veç një shprehje, është një vërtet e frikshme. Një e vërtet që na tregon se sa thellë e ka futur kontrolli i paras rënjën në jetën tonë. Dhe kur nisa me ndjek paran, follow the money, ajo më qoj drejtën të një piramide, kat për kat. Një piramid që të regon kush e ka fuqinë sot në botë. Bash poshtë jena na, njerëzit zakonshëm. Na punojmë, blejmë gjëra, paguajmë taksa, e thjesht e qojmë jetën tonë të përditshëm si qysh na vjen neve. Një kat mbi neve është qeveria. Ata që kanë fuqinë me na kontrollu. Na pëlqej as na pëlqej. Na marrin pare me taksa, vendosin ligje, a na pëlqej as na pëlqej. Edhe nuk na pyesin. Na thojnë që po na pyesin me dhënë vota, ama nuk na pyesin. Okej? Aja është vetëm propagandë. Edhe shumica që atë ngelin me mendësi. Okej? Ngelin me mendësi që menojnë që qeveria, Kurti, Sali Berisha, Trumpi kanë me thonë diçka. Normal që me një mënyrë kanë me thonë diçka, ama jo përgjësi. Nuk kanë me thonë kur gjo hiq. Okej? Po qysh qëndron puna tani, nëse thu, hej, qeveria nuk është në majën ma të nalt. Kush është? Kush e kontrollon qeverinë? Një kat ma nalt, thirret korporatat, okay? Kompani të mëdhoja, corporatocracy anglisht. Sot shumë njerëz besojnë që jo shtetet, po kompanit globale e drejtojnë botën. Ata janë lidhë me zveti, janë si mafia ekonomike, me shumë ndikim në gjithë botën. Kanë shumë pare, blejnë gjithë çka dojnë, e kontrollojnë tregjet. Pse? Se kanë qasje në kredit lira me kushte shumë të veçanta që veç ata i marrin te banka. Okej, e thash, kush janë, do me thonë, kati përmi korporatës, përmi kompani të mëdha, është banka. Okej, janë bankat të mëdha. Këto banka japin kredi kompanive globale me norma shumë të vogla, shumë të lira. Këta bajnë hajrë me ta. Po prapë s'mbaron piramida atë. Kush është mbi banka? Janë bankat qendrore nacionale, është US Federal Reserve e Amerikës, Bank of England në Angli, Reserve Bank of Australia në Australi, është banka qendrore e Evropës, European Central Bank në Frankfurt. Përmbi tyre është International Central Banks, okay? Banka qendrore internacionale, si për shembull Banka Botërore e Fundeve Monetare, okay? Fondi Monetar Kombëtar, IMF, ose Banka Botërore, World Bank. Këtu operojnë shumë interesant. I japin kredi shteteve që janë në gjendje shumë të keqe. Dhe i thuj, na vina në shtetin tënë, e përmisojna, ndërtojna, ama të fusim bërç pa fund. Për atë arsye, si cili shtet, s'ka asnjë shtet në botë që nuk ka bërç. Kujna i kanë bërç? Qysh më kanë aja arsye? Qysh shteti më kanë bërç? Kujna i kanë bërç shteti? Aso shtetin në vendin e para? Ju. Kujna i kanë bërç? I kanë bërç bankave qendrore. Shtetet humbin kontrollin mbi pasuritë e veta dhe bankat i kapin përfyti. Çështu funksionon. E krejt në majet piramidës është banka qendrore e bankave qendrore që thirret Bank for International Settlements. Okay? Central Banks of Central Banks. Ku gjendet kjo? Në cilën vend gjendet kjo? Bank for International Settlements.
Pse mos më ditë këto? Ku gjendet kjo Bank for International Settlements? Po ju pys juve, 96 vjet, 97 vjet, 98 life. Ergi Amerik, ju. Nuk është Amerik. Ina Zvicër. Ku në Zvicër? Dubai, Singapur, ju. Zvicër, ku në Zvicër? Leonita Basel, bravo. Ju, as Israel, Fatime, ju. Në Basel. Okej, shumica nuk e din. Ama aty është qendra e krejt pasurive, qendra e financave në krejt botën. Në Kosovë. Okej? Bank for International Settlements. Kjo banka është baba e krejt bankave qendrore. Aja vendos qysh levizin parat në gjithë botën. Okay? Dhe kush i kontrollon këto banka? Një elit shumë e pasur, shumë e vogël. Këta kanë kontroll mbi parat, kompanit, qiverit dhe mbi krejt botën. Ata janë ullë në majet sistemit, e kontrollojnë çdo gjë, ushqimin, energjin, arsimin, shëndetësin, çdo aspekt jetës bre. Kush e kur e pashu në këtë fakt, dhe kur i hapa syt, kur u qova prej gjumit, se shumica njerëzve janë gjëm, nuk e kuptojnë. Janë të jetu në këtë sisteme, ama nuk e kuptojnë sistemin çfarë janë të jetu. Për atë arsye thirret Matrix, okay? Matrixi nuk të le me kuptu, nuk le mu çu pe gjumit. Unë kur e kuptova këtë fakt, që qysh po rrjedh paraja, e kuptova që krejt çka kom mësu deri tash për rreth paras ishte rran. Ishte jo e vërtet. E vërteta është kjo, ata që kontrollojnë sistemin, kanë fuqi që s'mundesh me imagjinu. Okej? Po qysh kanë mujt me arrit kaq shumë? Qysh e morën bankat këtë fuqi kaq të madhe? Për me kuptu këtë fakt, duhet me u kthy edhe ma prap në histori, në vitin 1910. Atë vit, disa prej familjeve të pasura në botë dhe më të fuqishëm në botë, u takuan në fshetësi në një ishull të quajtur Jekyll Island. Okej? Është edhe libra që e ka shkru Edward Griffin, mundi me lexu ose me përësit në Amazon, Jekyll Island, The Truth Behind the Federal Reserve. Është libra, mundesh me lexu. Atë vit, disa familjar janë taku në Jekyll Island. Në këtë takim ishin pjesëtar të familjes Rockefeller, Rothschild, Morgan, edhe disa bankier private me shumë ndikim në sistemin. Qëllimi i tyre u kanë me përgatit një ligj të fshehtë që do e krijon diçka shumë të fuqishme. Çka? Federal Reserve, Bankën Qendrore në Amerikë. Kjo kanë plani me kriju rezerven federale, Bankën Qendrore të Shteteve të Bashkuara. Shumë njerëz mendojnë që Federal Reserve Bank është institucion shtetëror, por në të vërtetë ajo është e kontrolluar nga bankat private, nga familja private. Nëse je në librin e telefonave, okay? Është ajo libra e numrave telefonave në Amerikë, ku mundesh me ndjej krejt librat, a janë private, a janë shtetërore. Lista shtetërore është në listën e Saret, okay? Në listën e gjelbërt. Lista private është në listën e bardh, okay? Fletat e bardh në librën e telefonave. Nëse e lyp Federal Reserve, nuk e gjen në listën e gjelbërt, po e gjen në listën e bardh. Është institucion private. Dhe këto banka kanë marrë monopolin mbi prodhimin e paras në Amerikë. Pra janë ata që vendosin sa para shtypen,
qysh qarkullojnë ato para, dhe kush i merr. Takimi në këtë ishull, Jekyll Island, ishte pik kthese në historinë e paras. Edhe këto shumice nuk e din. Aty ndërtu një sistem që jep elitës së vogël fuqinë me kontrollu financat globale dhe me vendos fatin e kombeve të tjera. Edhe bashkë me të edhe të popullatës të kombeve. Ky sistem është aktiv edhe sot dhe ndikon në çdo aspekt të jetës tonë. Shpesh pa e kuptu fare që dikush tjetër është të i tërheq, të i ngrej fijet prej prapaskenës. Ti tashti, se ti mundesh me thonë, okay, qa më vynë këtu informata tashti, qa po më vynë mu me ditë këtu sene, normalisht që ti nuk duhesh me qenë gjeni financiar për me kuptu këtë. Fuqia që ka kjo elit, që e ka mbi parën tonë, është shumë e madhe se që na mujna me imaginu. Gazeta Forbes në Amerikë, shumë gazete fuqishme, e suksesshme, as kjo gazet nuk ka guxu me përmend emën, po ka shkru this group. Ka thonë, gazeta Forbes ka shkru që kjo grupe elitare është më e fuqishme se Kongresi Amerikan. Kongresi Amerikan është gjyqi më i lartë në Amerikë. Dhe ma pak përgjithësi, ma pak që kontrollon dikush, me ma pak përgjithësi se vetë CIA, aja Secret Service në Amerikës, okay? Shërbimi sekreti i Amerikës. Ma pak kanë qëta ai grupi, ma pak përgjithësi se shërbimi sekret i Amerikës. Çfarë përgjithësi e ka shërbimi sekret i Amerikës, kurse shërben gjithherë në sekrete? Kërfare. Ky lloj pushteti, thot Forbes, i kombinuar me fshehtësinë, është jashtëzakonshëm i rrezikshëm sepse është në duart e një institucioni që e ka monopolin total mbi krijimin e paras. Do me thonë, Federal Reserve, Banka Qendrore Amerikane, e kontrollon rrjedhjen e paras dhe kjo i shërben vetëm ata të pasurve. E normal që ata të pasurit e adhurojnë këtë sistem. Bankat qendrore në thelb janë kartel bankash ose bankar që punojnë në partneritet me qeverit të vendeve në të cilat veprojnë. Atyre ju dha pushteti monopolist mbi krijimin e ofertës kombëtare të paras. Do me thonë, ata kanë marrë fuqi absolute për me kriju para. Si dhurat nga politikanët në këmbim të mbështetjes së tyre. Në këmbim këtu bankat premtojnë se do të shtypin para nga kur gjoheq, nga ajri. Sa herë që qeveria ka nevojë. Pra, kur shteti s'ka pare, ata e krijojnë prej askund. Fjalë për fjalë. E këtu e shihni për shembull, lidhje të fortë mes politikës dhe bankave. Ka kriju një sistem ku kontrolli mbi paran është në duart e pak njerëzve, për pasoja i ndjenjë të gjithë njerëzit të zakonshëm. Këtu e shihni President Ronald Reagan me Rockefeller, Rockefeller me Clinton, Rockefeller me George Bush, Rockefeller me President Obama, dhe e keni po Rockefeller me Biden, Rockefeller me Trumpin. E njëjta gjë, gjithherë. Do me thonë, ai presidenti o ndryshu, amo familjet mbas sistemit nuk kanë ndryshu. Elita për mas, që nuk i she, që i edhen fijet, nuk ndryshon. Okay? Mos më në që vota jote ndryshon të shka. Sidomos, shtetet tonë, Kosovë, Shqipëri, janë, unë i quaj pak prapa mbetën se shumë lidhen me politikë, kurse nuk e din që qysh politika funksionon. Albin Kurti s'ka sha me thonë kur gjo. A i veç në atë mënyrën deri ku guxon me vepru, ku guxon me dhanë vendime. Jashta kësaj zonës të komforte, nuk guxon me dalë. Se janë njerëz më të fuqishëm se ai.
Dhe pavarësia e Federal Reserve-it, përgjithësia e bankave qendrore, është një shembull shumë i qartë se mund me thonë në që këtu tema i ndoj që më shumë se 16 vjet. Dhe gjithherë kanë dalë njerëz që kanë thonë, hey, kja pak është e rrezikshme që po thu, kja pak është e rëndë që po thu, s'mundesh me përgjithësu krejt. Okej, unë mbështet në ata në gjithherë në fakte, nuk janë vetëm teori këtu. E kjo është një shembull e fuqishme qysh pavarësia e bankave qendrore është dhe lun. Në këtë intervist u pyet ish kryetari i Federal Reserve, Alan Greenspan, në vitin 2002, u pyet. What is the proper relationship? What should be the proper relationship between a chairman of the Fed and a president of the United States? Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. So long as that is in place and there is no evidence that the administration or the Congress or anybody else is requesting that we do things other than what we think is the appropriate thing, then what the relationships are don't frankly matter. And I've had very good relationships with presidents. Okay, shumë interesant. E kam pyet Alan Greenspan cila do ishte marrëdhënia e duhur, si do ishte raporti i duhur mes kryetarëve të Rezervës Federale dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara, njërin më të fuqishëm botë, në thuajse. Ai tha, spari, Rezerva Federale është një agjenci e pavarur. Kjo do të thotë që nuk ka asnjë agjenci qeveritare që mund të anulon veprimet tona. Kurse marrëdhëniet tona me presidentin janë kanë që të mira, po normalisht që janë kanë të mira. Amo, fakt është që kërkush nuk mundet me ndërhy në veprimet e bankës. Dhe gjithë këto luftat që po bojnë aktualisht, janë luftat bankës. Okay? Kjo profit, biznes. E kjo pavarësi, se s'kan kujna më përgjigj para askujt. Kjo pavarësi e ka çu me marrë shumë vendime që i ndihmojnë veç të pasurit, duke u rrit diferenca përmes të pasërve dhe të varfërve, edhe më shumë. Dhe që kjo diferencë, që kjo shpallja e varfërve përmes të pasërve ka më rrit hala më shumë mrena viteve tashme. Në këtë kontekst, edhe ky individ, Baron Meyer Amschel Rothschild, është familja e njohur financiar, ka thonë në këtë kontekst, give me control over a nation's currency and I care not who makes its laws. Ma jep kontrollin mbi monedhën e një shteti, es me intereson kush i shkruan ligjet. Ky citat spjegon shumë mirë realitetin. Ai që e kontrollon paron, kontrollon gjithçka. Ligjet, politikat, shtetin, ekonomin, krejt sistemin në fund varet prej paras. Për me ta bomat kuptueshëm këtë situatë, po ta jap një shembull që na krejt shumica e njohim. Loja Monopoly. Okay, imagjino, i duke lujt Monopoly dhe po don me ble një park ose një rrugë të shtrejt, një hotel. Ti të lujt shumë mirë, i ke bo lëvizjet shumë të mira, qysh duhet, je të mundu me fitu, por në loj është edhe një lojtar tjetër, une, si banka për shembull. Dhe unë jam banka dhe unë muj me shty para sa du vetë. Kur du? Unë i bi vetës miliona pa as një kofe. Miliarda pa as një kofe. Ti, si lojtar i zgjut, ti mund është mu lull me strategji, me ndërtu prona tua, po si lojtar une, kam gjithmonë ma shumë para, dhe kur do që du, muj me të ble, pa pare.
në thujsa, okay? Se unë pe shtoj vlerën e paros teme, jo vlerën, po shumën e paros teme, dhe pe zbriti vlerën e paros tone. Kjo quhet inflacion. Okay? Kjo është një shembull perfekt për rezervën federale. Ata kanë fuqin me shtyp para nga kur gjë heq, pa kufi, edhe për shkak të kësaj, fuqia e blerës e dollarit ka ra ma shumë se 97% prej si kur u kriju Federal Reserve në vitin 1913. Dhe me thonë, me gjithë krizën që e kanë kriju, krizë mas krize, u zhvlerësu vlera ose fuqia e blerës e dollarit. E jo vetëm e dollarit, po e se cilës monedhë që na e njohim. Se na tash imi fokusu pikërisht vetëm në dollar, në Amerikë, ama kjo sistem mundesh me përputh në se cilën shtet, në se cilën kontinent. Kurse edhe në euro, okay? Edhe vlera e euros ka ra. Dhe ka ra ma shumë se 97% prej si u kriju sistemi Federal Reserve System. Kjo loj e pareve të pafundme ka sjell një shpërndarje të pa drejt të pasurisë, një rënim të sigurisë financiare për shumë njerëz. E përderisa disa po bëhen halama të pasur, shumica e njerëzve janë të luftu me inflacion, janë të luftu me qiron, janë të luftu me borxhet e veta dhe jetesën e përditshme. Tash po të vynë 2 rroga, 3 rroga për me mbijetu. Dhe mos menoni që ka mu lehtësu sistemi, po veç ka me ardhë ma shtrejt, ma shtirë, ma ranë. Se sistemi ka ardhë me një fund. Këtë fundin kemi me cek në seancën e dytë, okay? Në pjesën e dytë, se janë shumë informata dhe nuk mu imi përmbledh mrena orës. Dhe në qëfar zgjidhje kemi me cek në seancën e dytë. Amo, unë mu imi u premtu, dhe e kom cek edhe ma heret, edhe gjithëherë kom thonë, ka me orë një krizë, dhe kjo krizë sa ka fillu. Dhe ka me orë hala ma shtirë për neve. Dhe unë du m'ja shpjegu tashte ciklet e biznesit. Tash kena me full për ciklet e ekonomisë. Unë i quaj ciklet e borxhet, që elita e përdor shumë mjeshtërisht për me kontrollu pasurinë e shumicës dhe me i fut vetës në xhep. Këto cikla janë një mjet kryesor që elita financiare e përdor për me rujt fuqinë dhe pasurinë e tyre, ndërsa njerëzit e zakonshëm sillen në për pasiguri ekonomie pa fund. Ja të shohim tashti se si funksionon kjo lojë dhe çka do me thonë për neve, sistemi i borxhit. Një lojë për me kontrollu njerëz. E vërteta është që ne jetojmë në një sistem ku banka qendrore është private, por na paraqesin si shtetërore. Në Amerikë Federal Reserve nuk është institucion shtetëror që e kamerat, është bankë private që shtyp para për qeverinë në një sistem që bazohet krejt mbi borxh dhe krijon mungesë të qëllimshme në ekonomi. Këtë sistem e kontrollon një grup shumë i vogël njerëzve që e din sakt si funksionon loja e paros, si funksionon loja e ekonomisë, që kanë qasje në këto informacione, që popullit nuk ja të regojnë kur. Po që kanë ndodhë në këto cikle ekonomike? Ndëgjoni mirë tashti. Ciklet ekonomike. Këto ciklet që i kontrollon Federal Reserve ose përgjithësi se cila banka qendrore, thirren business cycles. Okay? Dhe në thelb janë 3 faza, edhe pse këto janë 4, në thelb janë 3 faza që përsëriten vazhdimisht për më na manipulu. Faza e parë është hedhja e grepit, fillimi i grackës. Në këtë fazë, Federal Reserve e hedh grepin duke futur shumë parë në treg. Okay? E zbritin interesat, normat e kredive,
Dhe bankat fillojnë me dhanë kredi lehtësisht dhe në masë. Ky moment quhet boom, gjithçka duket mirë, ka shumë parë në qarkullim, hapen vendet punës, njerëzit blejnë ma shumë, njerëzit konsumojnë ma shumë, njerëzit blejnë shtëpi, makinë, investojnë, tokë, ku më ditë se shka bojnë, okay? Kompanit, do me thonë, rritin produktet, produktivitetin, shtojnë ma shumë punë, ndërtojnë ma shumë. Krejt janë optimiste, mendojnë do me thonë që jeta po shkon përpara dhe marrin ma shumë kredi. Filani thot, unë jam të punu të kjo firma XY dhe po hitë shumë mirë, kontrata është perfekt, është e sigurt, kompania ka punë për 10 vjetë dhe është të hitë shumë mirë, unë po të kallëzoj diçka, jam të e blejt një tuk, jam të e marru një shtëpi tjetër. Gjithçka është në rregull. Po tani vjen faza e dytë. Federal Reserve interest rates again. Okay? Raises interest rates again. Dhe me thonë, tërheqja e grepit. Tash fillon faza e dytë. Federal Reserve i rrit normat e interesit. Kredit të banka ban më të shtrejta. Bankat e ngushtojnë kushtet për me dhon kredi. Edhe më shumë njerëz nuk mundën me marr kredi. Do me thonë, ma pak kredi, ma pak pare në qarkullim. Ma pak pare në qarkullim, ma pak shpenzime, ma pak konsumator, ma pak shitje. Do me thonë, njerëzit tasht ma shumë paguajnë vetëm për interesin e borxhit dhe kanë ma pak pare për me shpenzu. Do me thonë, bje edhe kërkesa për produkte. Biznesit bin. Biznesit janë nisin me humb, nisin me shkarku punëtur, me largu punëtur. Shumë njerëz që kishin marrë kredi në kohën e mirë për shtëpin, nuk mundën më me pagu ato kostot. Interesin. E rrezikojnë me humb shtëpin. Edhe nuk janë palavra këto janë fakte, këtu ndodhin dhe kanë ndodhur dhe një familje në Gjermani që i kanë ndodhur kjo. Ingrati ka ble tokë, ka marru 2 shtëpia, erdh korona, jam sheli punën, u mundu me luftu, erdh tani një kriz tjetër mrena venit tonë, edhe banka e morë, se nuk morë ma, s'ka pas të ardhna me. Banka ja morë qatë shtëpi që e ka marru me dur të veta, 2 shtëpia në qatë tokë, e ka marru me dur të veta, banka ja ka morë. Edhe, do me thonë, jemi në fazën e tretë, tërheqja totale, kapët peshku. Kjo është pika ku gjithçka bje. Njerëzit e firmat që nuk mojnë ma me pagu borxhet, falimentojnë, shpallin falimentim. Bankat që kishin kriju qatë paran, qatë kredit që ti ke marë, që kanë kriju paran nga kur gjo heq, tash e marrin pasurin reale, shtëpin, tokën, biznesin. E kjo është thelbi e kësaj loje. Normalisht që nuk mundesh me dhënë përgjegjësi gjithkund çështo, po është një lojë që lojet mrena viteve, jo mrena 1-2-3 vite, po ndoshta një gjenerat, okay? Se ti me marr kredi për shembull, e merr kredi apo e ki një interes fiks. Thot interes fiks është aktual 3% për 10 vjet, për shembull. Amo mrena 10 vite ti e pagun 3% e i thu vetes, jam i sigurt. Amo çka mundet me ndodh mrena 10 viteve? Çka ka ndodhur mrena 5 viteve të fundit deri në koronë? As kur gjë nuk është më e njëjtë si përpara. Edhe vetëm 5 vite. Çka mundet me ndodh mrena 10 vite? Atëherë, kalojnë 10 vite, banka vjen thot, hajde këtu. Ti ke pas 3%, po tash ti është gjendja ekonomike, është ma e rëndë, tash ti dush me pagu 7%. Doppelt. Në këtë aspekt tani ki me hup. Se ti je lidh për mes bankës. Okay? Je lidh. E kjo është kjo lojë që u lujt jo me vite, po me qindra vjet. Kjo lojë e hedhjes, e tërheqjes, së grepave,
është përdor për qindra vjet dhe ka bë që pasuria e botës më përqëndru të një grosht i njerëzve shumë të vogël, ndërsa populli ka mbet me gjithnjë e më pak. Për atë arsye kthejmë apet në fund te cash flow kvadrant. Pse elita po pasurohet e populli po ngel? Derisa folim për ciklet e manipulime të ekonomisë dhe borxhit, pam qartë se pasuria ka lënë prej popullit te elita. Tash kemi me fol për një mjet tjetër që elita e përdor për me na majt nën kontroll. Është cash flow kvadrant. Një hartë që tregon ku gjendesh ti në botën e parave dhe pse shumica e njerëzve janë gjithmonë në anën e humbjes. Çka është cash flow kvadranti? Ky koncept është bërë i njohur nga Robert Kiyosaki, autori i librës Baba i pasur dhe Baba i varfër. Ai e ndon mënyrën si njerëzit fitojnë parat në 4 grupe. Grupi i parë është grupi E, employee, punëtor i zakonshëm. Njerëzit që punojnë për dikë tjetër. Ata e shisin kohën e vet, senin më të shtrenjtë në jetën e vet për paran. Kur nuk punojnë, nuk marrin rrugë. Është shumë e thjeshtë. Kjo është shumica absolute e popullsisë. Grupi i dytë është self-employed. Vetë punësuar. Freelancer, bizneset e vogla, zejtare, punojnë për veten, kanë ma shumë liri, por ma shumë shpenzojnë kohë për para. Okay? Se i vetë punësuari nuk mundet me thonë, sonte për la punën nuk po punoj, ose në vikend nuk po punoj. Amo, do me thonë, ma shumë shpenzon kohë, halo ma shumë, ma të shtrejten, amo për ma shumë para. Fitimet e tina në varen direkt prej kohës që ky punon. Grupi tretë është B, business owner, pronari i biznesit. Njerëzit që kanë sisteme që punojnë për ta, kanë punëtor, kompani, apo struktura që gjenerojnë të ardhura, pa qenë vetë aty. Këtu fillon rritja e vërtet e pasurisë. Dhe është grupi 4, është investitori, këta lejojnë që parat e tyre me punu për ta. Investojnë në pasuri, kompani, aksione, prona, gjenerojnë të ardhura pasive, do me thonë, pa e shit kohën e vetë. Dhe shumica e popullsisë, 95% e popullsisë, janë në anë të majtë. Amo e ndajnë vetëm 5% të pasurisë botërore. Një vërtet tronditse. 95% po do të më nda 5% të parave të pasurisë botërore. Në anën e djathtë janë vetëm 5% të njerëzve, por ata e kontrollojnë 95% të pasurisë të planetit. Kjo nuk është rastësi, njerëz. Ky sistem është ndërtu pikërisht për me majtë shumicën në anë të majtë, e pakicën të ana kur rrjedhin krejt përfitimet. Pse njerëzit ngelin në anën e majtë? Sepse sistemi arsimor, mas pari, mediat, familja, shoqëria, na kanë mësu gjithë jetën që punësohë, puno fort, kurse para dhe rri qetë. Por askush s'na mëson për biznes, për investime, për liri financiare. Kjo është që elita e din shumë mirë dhe e përdor për më na kontrollu përjetësisht. Dhe lidhjet përmes këtyre cikle ekonomike. Në fazën e parë, boom për shembull, elita e nxit popullin që është në anën e majtë me marr kredi. E këto peshon në qatë që kanë marrë kredi njerëz. Edhe është shumë normale, nuk është që po du më ngatru me diçka, po është një fakt që unë një vetëm në familje që shumë janë kredi. E është diçka që shumica e bën. Dhe elita e nxen popullin që është në anën e majtë, punësumit,
të vetë punësuarit, me marë kredi, me ble shtëpi, me ble makinë, me ble diçka që të nxjerr para për xhepit, nuk t'jep, po të nxjerr. Ti nuk po të shton, po të nxjerr para për xhepit, ti po dësh me dhanë. Amo vlera po hup, kurse imobilja nuk i hup vlera, amo për shembull makinë, okay? Shqiptara blen makinë, kerr, blen kerr, e argjon blen kredi për kerr. Kjerë që i hup vlera, kur të hypsh sparin kerr, minëran i hup vlera 2 herë. Apo më dëgjoni? As po më dëgjoni ja? Tani po, okay, perfekt. Ku më ditë, qysh, okay. Po tham, njerëzit po blin kerr, të më thonë aja vetëm nxjerr para pe xhepit, nuk fiton. Dhe në atë librën Baba i varfër dhe Baba i pasër, ose Baba i pasër dhe Baba i varfër, e spjegon Robert Kiyosaki shumë mirë qysh është rrjedhja e paras. Tani, këta, ona e majt, marrin kredi, ergi, bravo, liabilities, ju asete, liabilities, që të nxjerrin para. Ona e majt, dhe me thonë, merr kredi për konsum. Pastaj, kur rritën interesat, okay, normat e kredive, faza e dytë, ata humbin punën, sepse firma falimenton. Dhe nuk i paguan dot borxhet dhe bjen në krizë. Dhe shumë njerëz mrena viteve të ardhshme kanë me ra në krizë. Nuk e besoni këtë fakt, amo kanë me ra në krizë. Në fazën e tretë, kur gjithçka bie, elita e merr pasurinë reale, shtëpinë, prona, kompaninë dhe rrit pasurinë e vet. Qysh e shpjegova më herët. Populli mbetet edhe më keq se më herët. Dhe kështu kriju kjo, do më thonë, diferenca e madhe 95% me 5%, sepse krizë mbas krize u shpërngull, u shpërnda, u zhvendos pasuria prej anës majt. Ata kanë punu, pasurinë e kanë marrë, ata që s'kan punu, ata që kanë punu me kry, ata që kanë kuptu sistemin financiar, sistemin bankar. Dhe, mund është me thonë dini, faleminderit për këtë informata, mi ki hap syt, amo, qysh me kalu në anën e djathtë të cash flow quadrant. Është, pika parë, vetë djesim. E para duhet me kuptu që sistemi është kriju për të më të majtë me një vend. Nuk ndodh rastësisht kjo që jenë bërç. Duhet vetë me ndërmar hapa me dal prej kësaj loje. E dyta, mendimi si përmarrës. Fillon me kriju sistem, ju me shit vetëm kohën, okay? Fillon, krijoj një sistem, fillon një biznes, diçka që ndërton për ty. E treta, investon në vete dhe në pasuri. Okay? Investimi në vetën tonë është investimi më i mirë që e ban. Mëso për investime, mëso për financa, mëso për biznes. Son të i kemi krejt online. Okay? Dhe pika parë kuptoje, mësoje, kuptoje ciklet ekonomike. Dije kur me lëviz, kur mu tërheq, kur është koha me vepru, kur është koha me prit, kur është koha me investu, kur është koha me punu. Dhe aktualisht jemi në fund kësaj seance, dhe tash du me marr pak kohë për me marr një përmbledhje për krejt që kemi mësu. Kemi zbulu mekanizmat që elita e përdor për me kontrollu ekonominë. Me koncentru pasurinë e tyre në shumë pak njerëz. E me lanë shumicën e popullit në pasiguri dhe varfëri. Pam qysh manipulohet ekonomia me ciklet që e lodhin popullin dhe pam cash flow quadrantin me sy krejt tjere. Si ndahen realisht parat dhe fuqia në këtë botë. Tash ka ardhur koha me kuptu problemin kryesor dhe me pa si mundemi me vepru për me ndrru diçka, me ndryshu diçka. Çdo gjë që kemi mësu deri tash, na çon te një përfundimi qartë. Rënja e krejt problemeve që po përballojmë sot është sistemi financiar.
Këto dunim me ditë pikërisht për fillimit. Problemet që na përballojmë sot dhe nesër dhe dje është gjithherë sistemi financiar. Ky sistem nuk është thjesht një rrjet bankash, qeverisë ose kompanive, por është një skem e ndërtuar me qëllim. Me mbajt njerëzit e zakonshëm në borxhe, në varfëri, e me u dhënë pasurinë veç pak njerëzve në moje. Sistemi i paras, ashtu që ekziston sot, është manipulim dhe skem total. Ata që kontrollojnë paran e kontrollojnë krejt botën. Ata që kanë shkru rregulla lojës, këto rregulla janë bo për me humb shumica, okay? Ti lodhesh të punu, shkatërrohesh të punu, çdo ditë, kurse në para, mundohesh me mbijetu, ndërkohë paraja e vërtet krijohet prej ojrit. Një dygme e rus, edhe i krijon miliona, miliarda, edhe ti lodhesh të punu, shkatërrohesh të punu, për paron që vazhdimisht të jub vlera. Edhe ti thu qa o bon kja puna, po punoj, kur që s'po m'del. S'po m'del se ke kuptu sistemin, jeto flajt, se shumica. Sistemi është sistemi i borxhit, robëri moderne. Okay? Sistemi sot është i ndërtuar që ti gjithmonë me qenë në mungesë. Borxhet që t'japin nuk kanë për qëllim me u kthy ndonjëherë. Okay? Ato ekzistojnë për më të bë ty të varfër. E përderisa ti lufton me rrogën mujore, ata në moje përdorin informata që ti si din kur për me bë edhe më shumë para, edhe më shumë fuqi. Tash e din të vërtetën. Çka bën me ta? Tash e din këtë sistem. Ke dy zgjidhje. Me u anku që loja është e padrejtë. Mundesh mu anku. Kërkojna nuk e intereson. Mundesh mu anku që nuk po dolin paret. Kërkojna nuk e intereson. Apo me kuptu rregullat dhe me lujt lojën e favorin tanë. Sepse realiteti është kë, ti nuk mundesh me ndrru rregullën e lojës. Nuk mundesh me ndryshu rregullat e lojës, por mundesh me mësu lëvizjet që ti çojnë te fitoria, te fitimprues. Sikur në shah, ti s'mundesh me thonë, që kjo rregull nuk po m'pëlqen që mundesh me lëviz me kralin kaq pak. Kjo është rregull, nuk mundesh me ndryshu. A mund shah, s'ki çka e bën rregullave. Por nëse mëson lëvizjet sakta, mundesh me fitu ndeshjen. Në varet çfarë pozite je, mundesh me fitu. Fillo me kuptu çfarë funksionon, qysh funksionon. Paraja vërtet, mëso sistemet që punojnë për ty, investo, krija liri financiare, mos leja me qenë pjesë e turmës që vetëm punon për sfiton kur. Dhe në fundit, kur që s'ki me marrë me vete. Dituria është fuqi, njerëz. Veprimi është liri. Dituria është fuqi, veprimi është liri. Po sistemi është i manipuluar. Po shumica e njerëzve janë rrobat e tij. Po tash që e di që të vërtetën e ke fuqin me bë diçka ndryshe, ndrysho diçka. Pyetja është, a don me mbet pjesë turmës të humbës, apo me marr në dorë jetën tonë dhe me ndryshu diçka. Zgjedhja është vetëm te ti. Një pjesë e dytë që kemi me mbajt në mrena 2 javëve, do me thonë dilën, jo e arshme, po dilën tjetër, për 2 javë, kemi me hy thellë në zgjidhjet konkrete. Me i lidh krejt pikat bashk dhe me kriju një plan të qartë për sukses të qëndrueshme. Okay? Shihemi do me thonë pa tjetër në seancën e dytë, në pjesën e dytë, sepse pa pjesën e parë, pjesa e dytë nuk ka kuptim për ty. Do me thonë,
Nëse ja dërgoni dikujna këtë link, këtë seancë, këtë webinar, e ka domosdoshme me pa këtë webinar se nuk e kupton webinarin e dytë. Okej? Faleminderit shumë për vëmendjen. Shpresoj që kam dhënë vlerë reale për juve sonte dhe kam shti me mendu pak ma ndryshe, me avha pak synt dhe kjo ishte prej anës teme. Faleminderit shumë për vëmendje. Shihemi në seancën e radhës në pjesën e dytë. Ju falenderoj shumë, ju dua shumë, natën e mirë, bye bye.